Dy ambiente të përshatura për kultivimin e bimëve narkotike me llampa janë zbuluar nga policia në fshatin Bajs të Malësisë së Madhe. Në kuadër të operacionit në ON2 u arrestuan 22 vjeçari Daniel Buraj, u shpall në kërkim babai i tij Sokol Buraj, ndërsa u vunë në hetim nëna e tij. Dy punonjës të OSHE, Ersid Ç dhe Ferdinand D u arrestuan për shpërdorim detyre, ndërsa dy kolegë të tyre u vunë në hetim. Gjatë këtij operacioni u godit gjithashtu edhe një rast i magazinimit të madrave të kontrabanduar. Policia sekuestroi 287 bimë dhe fidan të dyshuar narkotik, 515 gram kanabis, municion luftarak, një armë ftohtë, thik, 101 pajisje elektrike që shërbenin për kultivimin e bimëve narkotike, 2 automjete, 9 celular dhe pije të ndryshme alkolike të dyshuara të kontrabanduara. Dy punojësit e OSHE të arrestuar dhe 2 të proceduar akuzohen për veprën penale të shpërdorimit të detyrës, ndërsa në zbatimin të planit të masave për goditjen e rasteve të kultivimit të bimëve narkotike në ambiente të mbyllura, bazuar dhe në rrugë operative, ky operacion policor u organizua nga shërbimet e policisë së drejtorisë së Shkodrës në bashkëpunim me Komisariatin e Malësisë së Madhe, ku u kryen edhe kontrollet intensive në disa ambiente në zonën e Bajzës. Nga ana e policisë vjen puna intensive për kapjen e shtetasit Sokol Buraj dhe për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale, ndërsa materialet i kanë kaluar prokurisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme hetimore. Shtëpitë e Barit janë një prej shqetësimeve kryesore në kryeqendrën e Veriut, ku sipas të dhënave të policisë, në zona të tëra të qarkut rezultojnë të jenë raste të shumta të cilat po verifikohen dhe goditen nga ana strukturave policore me qëllim luftën pa kompromis ndaj këtij fenomeni.